Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush diskutime, për të sjellur pranë jush ngjarje, për të sjellur pranë jush pikpyetje që në fakt kanë qenë shumë në kokën e publikut. Unë e pata thënë edhe në komentimin që bëra më herët ditën e djeshme në përmbledhjen se çfarë do të ndodhte në Prime. Zakonisht e marta nuk është ndonjë Prime i surprizave të bukura, zakonisht e marta nuk është ndonjë Prime i befasive të mëdha, sa është një Prime i diskutimeve, zënkave, debateve, por njëkohësisht edhe sqarimeve që duhet të ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Përballja më e madhe që ishte fokusuar në 41 minuta ishte e Gjestit edhe Eglit. Do me thënë po të njëjtat fjalë, po të njëjtat thasheteme. Më pëlqeu inteligjenca e Gjestit në këtë mes, duke mos ofenduar në asnjë mënyrë inteligjencën e Eglit, por Gjesti që në fakt nga banorët thuhet që është i partikular, nga banorët thuhet që është pa argumente, arriti ta kupton menjëherë se si ka qenë rrjedhshmëria e gjërave jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Vllau i madh e transmetoi videoklipin të cilin ne e quanim të paarsyeshëm që Gjesti nuk e pa në Big Brother. Ndoshta është dëgjuar shumë zëri jon, që ne kërkonim që Gjesti duhet të kupton të vërtetën dhe atë se çfarë në fakt është thënë jashtë shtëpisë së Big Brotherit dhe me çfarë është informuar Egli. Gjesti e shpjegoi që domethënë ato fjalët, siç thash unë, nuk janë fjalë të cilat kanë ardhur nga një 5 sekondë që ka hyrë në dhomën e rrëfimit dhe është thënë unë do zhdukem dhe ajo nuk do më gjej dot, por do me thënë ka patur një stër diskutimi të gjatë, i cili mund të ketë qenë 1 orësh, ku brenda 1 ore kanë ardhur këto fjalët dhe këto fjalët edhe për opinionin publik, edhe për ato shikues që janë të zgjartë ndaj këtij produksioni, ndaj këtij reality show, duhet të jenë më të sqarueshme që dhe shikuesit mos lëndohen, të mos mërziten nga ajo që po dëgjojnë. Gjesti shumë bukur dhe shumë qartë u sqarua me Eglin, që në fakt më pëlqeu dhe qëndrimi i arbrit në këtë moment, që tha që Gjesti nuk ka se çfarë të sqarohet sepse Gjesti e ka bërë të ditur që unë nuk e dua Eglin. Tashmë Egli do të heqën të gjithë barën e saj, të një femrës përndjekse, të një femrës që dëshironte me zor t'i bën gjërat dhe dëshironte që edhe martesën apo produksioni ëndronte që me zor të detyroj një djalë të thyej kutinë e emergjencës dhe të merret unas edhe të martohet. Do thënë Gjesti thjesht ja bëri të qartë Eglit mbrëm që ti duhesh të jesh falendëruese që unë nuk të kam përdorur, do me thënë këtë që ne kemi komentu 2 muaj, se unë po të doja mundesha ta bëja dhe të marr, të përdor, të bëj të besosh që unë të dua, të bëj të besosh që ti do martohesh me mua, edhe jemi gjithçka në rregull dhe ti do të kishe qenë shumë e lumtur. Por unë në karakterin tim nuk e bëj dot që të përdor një femër, të përdor një emër të dikujt tjetër për interesa të një loje të Big Brotherit. Egli me arsyet e saj që plotësisht ka të drejtë, se Egli e ka kuptuar po kështu dhe çdo femër po të ishte, do ta kuptonte në të njëjtën mënyrë Gjestin, një djalë që të thret në krevat të puth, të ledhaton, të përqafon, të jep momente, do me thënë në ato puthje që ne dhe nuk i kemi parë, do me thënë çifti që nga puthur më shumë në buzë. Unë mendoj që Gjesti në këtë rast ka patur 2 probleme. Një problem në të cilin Gjesti nuk ka mundur dot të bindën veten e tij dhe zemrën e tij që unë e dua Eglin dhe unë e ndjej Eglin. Dhe problemi i dytë ka qenë presioni i madh i Gjestit që është bërë nga ana e Eglit, që unë ta bëj këtë puthjen, unë ta bëj këtë dashurinë. Do thënë puthja, nga ajo që unë arrita të kuptojmë, të bëjmë një analizë të asaj që ne dëgjuam brëm, kishte ardhur pa ndjerë dhe pa qenë i vetëdijshëm për vendimin të cilin Gjesti e ka bërë në moment. Dhe këtu, do të thënë Gjesti ka qenë mes një trekëndshi se çfarë do të bëj. Do dal nga shtëpia, do puth Eglin, por nuk kam dashuri. Gjesti brenda vetes së tij ndoshta ka tentuar që të fshë një pikë ku mund të dashuroj Eglin, por
derisa dashuria është kthyer në bezdisje shpirtërore, të kuptimi që do me thënë në pakënaqësi, realisht është një lloj pakënaqësie tek ato të dy, gjestin e bën që me plot të drejtë të mos e puth, dhe unë jam pro këtyre meshkujve që nuk i bëjnë gjërat pa i ndjerë. Unë jam pro dashurisë së ndjerë, jam pro dashurisë që është shpirtërore, që është emocionale, që dhuron pasion, dhe nuk jam pro dashurisë për klikime. Mua më pëlqen që gjesti nuk arrihet dot të puthën Eglin sepse nuk e ndjen. Ai tregon burrërinë e tij, ai tregon njeriun e tij në atë moment, ai tregon vlerën e tij të një mashkulli tipik që nuk do ta përdorë një gocë në asnjë moment, por fajtor është gjesti që e mbante punën ndërhiqe mos e kput. Gjesti duheshte të sqarohet dhe ti thoshte Egli që më fal, unë nuk të dua dhe këtë gjë dua ta mbyll këtu. Dhe tashmë dyshimi i Eglit në këtë mes është që ti mua më ke shfrytëzuar për interesin e lojës, sepse ti ndikohesh nga dronat, ti ndikohesh nga duartrokitjet e studios, ti ndikohesh nga banorët në shtëpi dhe shikoje që unë me Eglin shkoj më lart. Thënë, kjo ishte i gjithë sqarimi që Egli bëri. Egli në asnjë mënyrë nuk e heqën fajin mbi veten e saj dhe se gjërat i ka bërë me vetëdije, por edhe nuk është e bukur që ti të rikthesh brenda një shtëpie duke patur informacione, dhe gjesti kishte bërë një analizë shumë të detajuar që në fakt më pëlqeu. Gjesti i tha, ti ke dalur jashtë, ke marrë informacione, e ke pa veten se si ke dalë, e ke pa veten se si e komentuar, se çfarë kanë thënë për ty, se si e gjendur ti në këtë mes, edhe sot vjen këtu dhe dëshiron të më gjuash mua. E bukura e gjithë kësaj do t'ishte që Egli të mos akmerej ndaj një personi që thonte unë e dua me zemër dhe do të humbi jetën për ty dhe isha në gjendje dhe të lët dhe familjen për ty, por të afronte afër vetes edhe të sqaroheshte me një sqarim shumë të thjeshtë. I nderuar Gjes, pse ma ke bërë këtë dhe këtë, ndërsa unë do ta them këtë dhe këtë. Dhe jo të futesh në shtëpinë e Big Brotherit duke e përdorur dozën e provokimit që të shohësh reagimin e tij, të shohësh mimikën e tij, të shohësh veprimin e tij dhe ti të kënaqesh duke qenë e faktorizuar me një vëmendje që merr nga një djalë i cili nuk ka asnjë lloj informacioni çfarë po ndodhen jashtë, i cili momentin se si komentoheshte në Big Brotherin e Kosovës me të komentuarit në Big Brotherin e Shqipërisë dhe famën që arriti ta merr në Big Brotherin e Shqipërisë nuk është fare në dieni. Nuk është fare në dieni se çfarë po bëhet me të, se çfarë po bëhet me jetën e tij, se çfarë po bëhet me lidhjen e tij që po dëshironte të ndërton brenda shtëpisë. Në qoftë se ti je një femër vërtet që e ke dashur, ti ulesh edhe sqarohesh dhe të paktën e le një rrugë komunikimi derisa do dilni jashtë shtëpisë. Pastaj është e drejta juaj të bëni se çfarë të doni. Flasim gjithmonë aty ku ka pas dashuri. Po tani këtu që nuk ka dashuri dhe e na lënë në dyshim se çfarë mund të ndodhen rreth kësaj marrëdhënies, Gjesti i tha shumë bukur, ke dalë, e ke pas situatën, ke bërë statusin, ke hyrë të pastrosh veten tënde. Dhe Arbëri mbajti po këtë qëndrim, sepse Egli ka qenë mirë informuar për situatën e saj se çfarë po bën atë shtëpi nga opinionistët. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë të krijuar dhe dua të kuptoj në fakt si mendoni ju dhe si e gjykoni ju këtë dashuri e cila siç duket nuk po merr kahjen e dashurisë.